Allahu ka vënë namazin dhe zërë të ndershëm. Në këto momente të bereqeqme, Bismillahirrahmanirrahim, ja 2-3 fjalë vetëm, nuk do të asgjasi shumë. Është muaj i bereqetit, i Ramazanit. Ai i cili lexon Kur'anin, ai i cili jeton me Kur'an, është shumë e rëndësi, mund dalë edhe me meditua gjatë leximit të Kur'anit. E tash, ata që din arabisht, janë disa terme në Kur'an, disa fjali, që i avlen mund dalë në për ato fjali, po ata që lexojnë për kthimin dal nga dal, edhe ata duhet dal nga dal me lexua, me meditua dhe me dalë me disa mësime. Gjatë leximit të Kur'anit, kur bëhet fjala për me lyp rizkun, me qarkullu në ftyrë të tokës, po Allahu Gjeleshanu në suratul Mulk, të bareke ledhi bjedi il Mulk, gjuzi i 29, thot, femshu fi menakibiha, wa kulu mir rizqi. Qarkulloni, hecni, lypni halalin, lypni rizkun Allahu Gjeleshanu. Kur bëhet fjala për rizk, për furnizim, për rizk të halalit. Shumë mirë. Tu lexu Kur'an, tu shfletu faqe tjera, vim të suratul Gjum'a, është një sura e ka emrin surët të kaptina e Gjum'as, ditës Gjum'a. Aty thot Allahu Gjeleshanu, ja jo alladhina amanu, idha nudje lis salati min jomil Gjum'a, fes'au ila dhikrillah. Po jo të cilët keni besuar, ditën e premte, Gjuma, ku të ndëgjoni ezanin, nuk ka thënë Allahu hecni dal nga dal, si kurse të rizku, po këto ka thënë shpejtoni hapat, pak ma shpejt, për me shku me arrit kënaqësinë Allahu Gjeleshanu. E ka përmend Kur'ani një term tjetër, një fjali tjetër, fes'au. Të më thonë vakti Gjumas, puna duhet më ndërpreja i cili mundet, fale namazin, me njerë këthejo punës, ndale tregtin, këtheu në tregtin. Vetëm që atë kotë namazit, ti nëse mundësh me mirë kuptim, nga kompania, nga shefi, me marrë leje me dalë, kjo kishte me qenë shumë mirë. Çka po do më thë këto ka përdor termin, ngutuni pak. Po tash të lexu Kur'an, duke lexu Kur'an, po vim të ajeti, surët Ali Imran, ku Allah për përdor një fjali tjetër ma speciale. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Jo hecni, sikur të rizku, as sikur se të namazit Gjumas pak ma shpejt, po këtu po thot fjalia sari'u, ngutuni, shpejtoni, shpejt. Ku më ngutja Allah, për çfarë qëllim? Po thot shpejtoni për me arrit faljen e Allahu Gjeleshanuhu dhe rahmetin e tij në këto sezona të bereqeqme. Kohën e haxhit, kohën e Ramazanit, po kur është fjala për me arrit kënaqësinë e Zotit, rahmetin e tij, nuk bën kadale me shku sikurse me kërku rizkun e punës, nuk bën sikurse në ditën e Gjuma pak më shpejt, po kur bëhet fjala për vepra të mira, ndaj Allahu Gjeleshanu, vepra shpirtërore, tëube, istighfar, sakrificë, një angjit dorën dikuj tjetër, me nxjerr nga kriza dikon tjetër, ku zbret rahmeti Zotit, këtu po thot Allahu, shumë shpejt ngutuni, mos pritni. Këto 3 terme, të rizku, hecni, të namazi Gjumas, pak më shpejt, a kur bëhet fjala tani për këto sezona shpirtërore, si që është fjala tani për Ramazanin, për ditë e vlefshme, dita Bajramit, koha e Gjumas, koha e haxhit, e momente ku kanë nevojë populli, ti mund gjetë aty, ku zbret mëshira Zotit, këtu Allahu ka thënë, shumë shpejt, shpejtoni. Po një ajet tjetër të ashtu lexu Kur'anin, po thot fastabiqul khayrat ila Allahi marji'ukum jami'a. E ka përmend tash një terminologji numër 4, jo shpejt, po gara me bë. Musabaqa.
Gjitha këto katër terminologji, me bëm me hi me komentu detajlisht, kanë dallimin e madh mes njëra tjetrës. Po bëhet fjale për hajrate, për veprat mira, Allah po thot garoni cili më shpejt. Nëse vllau im me ka bën një punë të mirë, unë do të më shpejt se ai ta bëj një më të mirë. Nëse vllau im e ka bën një vepër humanitare për Allahun, për njerëzin, për komunitetin, për xhamin, unë duhet më shpejt se ai me bë diçka, me garua. A keni pa ata që vrapojnë kur garojnë? Me shpirt në qonë, tër energjin që e kanë, vetëm e zonë vendin e parë. Këto katër terminologji o vllazën, mos harroni, për riskun e dynjas e kitë garantuar, mos u frigo. Vetëm ti kërkoj shkaqet, kërkoj sebepet, famshu fi manakibiha, wa kulu min rizqi. Ecni, kërkoni riskun se është duke ju prit. Nuk ka nevojë hile me bë, nuk ka nevojë me bë manipulime, nuk ka nevojë me bë konspiracione, mashtrime, trastina për me arrit një pension, për me arrit një rrogë, për me arrit një punë. Kini kujdes. E këshilloj veten edhe juve. Frigojuni Allahu xhaleshanu te puna e rizkut, nuk guxojmë me i shkel vijat e kuqe të Kur'anit, nuk guxojmë me i shkel vijat e kuqe të halalit dhe të haramit, duhet të ndalemi te kufit e Zotit. Tilka hududullah, fala ta'taduha. Këta kufit e Perëndis, mos i te kaloni. Po kuron zona e kuqe, shiriti kuq, Allahu po thot me një ajet tjetër, tilka hududullah, fala taqrabuha, as mos afroni te zona ku rrezik. Prandaj riskun ti lype me halal. Shtet ju Allahut, ka me ta dërgu Allahu xhaleshanu. Kur vjen dita e xumas, shpejto se o ditë speciale. Po kur vjen sezona e veprave të mira, pak më shpejt, shpejtësia numër 3. Po kur vjen të veprat e hajratit, veprat humanitare, njerëzore, ndërtimi i këtyre qendrave islamike, shpirtërore, që çka keni bën juve Zoti ju boft kanë shpinë në xhenet, secili çështu. Amin ya rabbel alamin. Çka keni kontribu këtu? Ku vjen puna, nuk ka nevojë me prit, o vëllezër, o motra, nuk ka nevojë me prit. Duhet gara me bën. Pse? Wa ma tuqaddimu fali anfusikum. Kërejt çka të bëni, ta keni me dije për veten tuaj e kini. Për shpirtin tuaj e kini. Allahu xhaleshanu nuk është nevojë për pasurinë time as pasurinë tënde, po ma tunfiqu min khairin fa huwa yukhlifu. Çka të jepni për Allah, Allahu ka me ta zavendësu. Njëherë, ta zavendësu në shëndet, në fëmijë, në familje, në punën tënde, në firmën tënde, pse ti je i lidhur me Allahun xhelle xhelalu. Prandaj ky Ramazan o vllazën, ka ardhur në rregullu me sistematizuar shpirtin. Edhe kur ta lexojmë Kur'anin, mund dalte fjalit e Kur'anit. Pse këtu përmend ky ajet kështu, si për shembull iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ty Allah të lutemi me shumës dhe nga prej teje Allah kërkojmë ndihmë me shumës. Pse nuk ka ardhur me njes, ty Allah të besoj dhe prej teje ndihmë kërkoj. Këtu tani ka sekret tjetër, vetëm shembull për ju jap se si ju mund dashurohu me Kur'anin, se këtu ka për qëllim frymën, gjuhën e fesi i themi na, frymën e xhamatit. Ku ka xhamat ka bereqet. Gjuhën e moderne të zhvillimit personal, të leadershipit, të trajnimit, dhe thënë fryma e ekipit. A keni pa edhe futbollerët kur luajnë futboll, e kanë shpirtin e ekipit. Nuk guxon dikush aty mu tregu më kabadai se tjetri, më i Zotit se tjetri, po duhet secili ta ketë parasysh ekipi me fitua, xhamati me fitua, grupi me fitua. Prandaj edhe këto ajetet e Kuranit, ja Allah, ty e të besojmë ne dhe ty e të lutemi ne, tu tregon që na duhet të jemi të bashkuar, të vllazëruar dhe asnjëherë mos të jemi individualista dhe të përqar, sepse shejtani kënaqet kur na sheh neve të përqar. Shejtani i mallkuari, zemra i bëhet fush kur na sheh neve gjithmonë të armiqsuar. Prandaj na duhet të pasrojmë zemrat tona, të dashurohemi mes vetin dhe njëri tjetrit më shumë, ti praktikojmë ligjet, ti praktikojmë rregulloret, ta respektojmë njëri tjetrin, në atë vend ku ka ligj, ka bereqet.
në atë vend ku ka rregullore ka bereqet. Në atë vend ku ka orë, sikurse në universitet, fillon ora në këtë moment dhe mbaron në këtë moment, ka bereqet. 30.000, 40.000 studenta i kryjnë provimet, i kryjnë orët e tyre, shkojnë në shtëpi, vjen grupi tjetër. Prandaj, mi ju përcaktu orarit, mi ju përcaktu programit, mi ju përcaktu ligjit, mi ju përcaktu rendit, është farz, është obligim për profesorat e universitetit, në marrin në pyetje o burra, shefi na merr në pyetje, dekani na merr në pyetje, presidenti i universitetit para përjashtimit na merr në pyetje, pse po thot ti? Na të kemi pranuar ty nga Ballkani, pse ti mos më tregu i suksesshëm? Pse ti mos më e respektu orarin e ligjëratave? Pse ti mos më kry provimet me kohë? Pse ti mos më i gjet studentave kur duhen? Na po të pagujmë ty, po ta japim banesën, po ta japim rrogën. Prandaj me shariat, me ligj, me logjik, nuk kemi të drejtë mi i thy këto ligjet. O Zot, kur jemi smut, Allahu xhalesha nuk na sheh për të madhe. Se lapsi nga i njeri smur, ngritet. Allah nuk ka sheh për të madhe. Për ndryshe, feja islame ka rregullore, ka sistem, ka çdo fjali e ka vlerën e vet, e ka rregullin e vet. Kur'anin sa herë me lexu, nuk bën me teprohet në Ramazan, me bohatme, ton natën pastaj me ardh teravi bu fal, nuk bën, duhet me orar me punu, me kandar me punu, por nuk bën edhe tepër ton ditën me punu, pastaj me ardh në teravi dhe me mos më mujt më fal, apo me prishë dhe Ramazanin, gjithmonë të jemi me baraspesh. I lutem me Allahut më na i pranu këto vepra prej neve, i lutem me Allahut xhaleshanu më na i fal gabimet tona, më na dashurua më shumë ka Kur'ani, më na bë vëllezër më të dashur dhe respektuar me njëri tjetrin. Ju falenderoj për nderin dhe respektin. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.